Ore, kjo puna e legëve këtyre të emigrantëve. Si e kanë koklavit, si e kanë lidhë këtë situatën, me e shpjego pak se refugjatët nuk din gjë hiç. Po do t'ja acarosh burr se kanë kujtu se kanë nuk shpëton dot nga. Ju që keni votuar Ramën, e meritoni ka shumë të gjë them tani se s'ta u pret mendje. Pra Zoti ka bë karmën me ju. Ju emigrantët që votuar Ramën, bëuni gati çdo vit në 10 orë. Ju që keni një nip në Shqipëri flas. Si vika me shumë me vit në ri, me babagjyshin. Po, të gjitha lekët që keni në banka, në perëndim, ku do t'i keni, do t'i vinë në Ramës në database, në kompjuterin e tij personal. Sepse kam miratuar një VKM, që quhet VKM-ja, e Zoti ka karmë të madhe kur vjen tilla raste. Disa numri ka VKM-ja, e kishte rastisht 113 numër tërës. O të keqe, një tresh. Që mos harrohet. Dhe VKM-ja 113 thot, çdo shqiptar që është në perëndim, por që ka një nip në Shqipëri, në fund të vitit çdo shtet juaj është detyruar të japë Ramës të gjitha të dhënat financiare, përveç Amerikës, gjithë vendet e tjera. Sepse Rama çdo vit të gjithë shtetësve shqiptar që janë jashtë shtetit, që kanë nip atje, do të çojë atyre të gjithë dhënat financiare që kanë këtu. Po pra do i marrë Rama. Pra Rama në kompjuterin e tij do të ketë të gjithë të dhënat bankare të çdo shqiptari brenda dhe jashtë Shqipërisë që plotëson kriterin. Kush është kriteri? O ke nip Shqipëri, o ke nip jashtë shtetit. E kuptova ligjin. Shiko, shqiptarët pall do kenë kur t'i shkojnë dhënat tona aty në atje. Se ti të shih, kupton. Po. Ezempse ti je Rama. Unë jam emigrant. Ti ke gjithë dhënat e mia financiare. Pra ti e di shëndetin tim. E financiare apo. Tani, sa kushton ky database në Izrael? Sa dush? Kontroll total, pse? E para do gjesh presa të duash, do gjesh të dhëna financiare sa të duash. Janë gjitha sekrete. Ti shik se këto janë në sekrete. Tani më gjë pak më të bukur. Shiko, duke qenë se nuk janë sekrete, ky me këtë VKM-n që nuk du ta ndaj fjalë për fjalë, se si mund ta përkthej unë atë VKM-n, po me çfarë po kuptoj unë. Domethënë, ky merr gjithë drejtat, për shembull, që ti kërkoj bankës informacion për ty, për çdo gjë që ti ke aty. Kur unë jam jashtë shtetit me nipt. Po mirë, në rregull. Nip do thotë ai kërkon nga jashtë. Shqiptar dursi kap në Itali biznes. Jam plotësisht dakord me këtë. Çfarë dhënash këtu financiare i me Rama dhe aksion Italisë. Po pra, që i ke këtu. Pa. Po pra, ky merr drejtën që ti kontrollon. Që ti kërkoj bankës dhe banka është detyruar të japë dhënat e tuaja. Po, banka do pse s'bën. Pra, Rama disponon tashmë çdo të dhënë financiare për çdo shqiptar që ka votuar për Ramën, se këtu është pjesa e ironisë. Ke parasysh ata që kanë votuar Ramën. Tash Rama i ka dhe lekët e tyre, audi dhe lekët që ka. Tani si përkthehet kjo ke patronazhimi? Qa do përkthehet më burë, unë më nëse, se ka bë për vetë dhe ka bë për këta të PD-s. Jo, për PD-s po, për PD është viktim këtë rast, pra ai që ka votu PD është viktim, kurse ky nuk është viktim, ky është bashkëfajtor, ky që ka votu PS-n, se ja ka bërë vetes ditëziu. Tani, ku është sekreti kësaj historie? Të gjitha këto dhëna financiare, të janë duart e mashtruesve më dhe financiare në botë. Ti e ke parasysh të historinë e call centrave apo? Shiko, mriki call center po do të bëj dhe veç një pyetje po ke kjo. Tash ky sot e ka bë me VKM këta. Pa. Kush na mush menja neve që kjo VKM-ja është kot edhe ai si ka ditë para? Jo, ai VKM nuk ka bërë për vete, ka bërë për jashtë shtetit. Nuk është për Shqipërinë VKM-ja. VKM-ja është Shqipëria fundet një sistem për dhënat. Jo, po them një sekond. Me anë të VKM-s Rama është bërë pjesë e një sistemi evropian të dhënash. Vetëm se ka një punë diferencë. Që të bëj lëvizje. Në Shqipëri ne kemi 5 raste spektakolare të rrjedhjes së të dhënat. Rrogat, adresat, telefonat, ke parasysh gjithë dhënat që kanë dalë shqiptar. Pra, kur e merr Italia nga Gjermania, asnjë se merr vesh. Ma kuptove ti, vetëm zhyrat fiskale
Inteligenca artificiale provon që ky personi ka pagu taksat në Itali, po ky pas ka dhënë sa të ardhurën në Gjermani. Ma kuptove logjikën. Tani çështja qëndron që kur vin këtu në Shqipëri, këto muhabete me anë të kësaj VKM që vetëm në Shqipëria bëhet pjesë, dhëna atyre dali e kontrollon Rama personalisht, në kuptimin se ai vesh idiot, po e kanë vënë që ai kanë kontroll gjithë dhënat. Tani kush e mbulon sigurinë kibernetike të Shqipërisë? Para këto dhëna kush i mbulon? Sipas takimit fundit me ata 47 tipat që erdhën në Tiranë, 100% Izrael. Pra, të gjitha dhënat e shqiptarëve tashmë do t'i kontrolloj në nivel bankar Izraeli. Dhe nuk ta përmend akot call center si koncept, sepse këtu lidhet me skem 3. Ti ke parasysh që vazhdimisht Spaku arreston njerëz për punë call centrash apo? Po, ti e di skemën botërore. Kemi në gjuca... Bëhet fjalë për miliarda euro në vit që vidhen nga call centrat në Europë. Ja u vjedhin qytetarëve të shkret, gjen viktima dhe ja u vjedhin. Tani, kush e drejton gjithë procesin dhe ka arreston Spaku? Spaku arreston vetëm ekzekutorët, po asnjë urdhëruesi dhe ata që kontrollojnë paratë. Ti e di si funksionon paraja në call center kur ti mashtron? Dikë? Ti s'ka si me lekun. Ti e mashtrove filanin? Janë aplikacionet fake që kanë ndërtuar qufot, ti ke në ekran dhe flet me të për t'ia marrë lekët. Në fakt gjitha lekët shkojnë në Kipër. Dhe ti merr pjesën tënde si call center shqiptar për punën që ke bërë, që janë ndan pastaj stafit tënd. Të gjitha këto janë të qufove. Ke patin ai hetim për qufot nga Spaku, ku janë banë këtyre, janë gjithë shabat gojim. Koncepti ku qëndron? Nuk ka të bëjë me këtë historinë se si ta vjedhin paratë Europës, ka të bëjë se me kë e vjedhin, se tu do dalë të shqiptar. Një nga ngjarjet më të ndyra që ka ndodhur në korruptimin me objektiv shpopullimin e Shqipërisë ka të bëjë me mënyrën se si ta kanë korruptuar 10.000 shqiptar moshë e re, duke i punësuar në call centra mashtrues. Dhe i kanë marrë qafë. Leku facile, leku shpejt. Jo, është më keq. Të gjitha e kanë emrin database. Ky është sekreti. Do vi një ditë që këta kur zbresin nga aeroplani, për shkuar me pushime, apo për takuar një tafër, do i presin ca policë me pranga në Europë. Dhe bëhet fjalë që 10-20.000 shqiptarë do të përfundojnë në bugjet e Europës, kur televizin andej, sepse janë përfshirë në krime ndërkombëtare, ku emrat e tyre janë të regjistruar. Janë të regjistruar gjithë emrat. Pra asnjë nga këta s'shpëton det. Të gjithë do i kapin. Po çka ka ndodhur? Ta kanë korruptuar me 10.000 shpirtra të rinj shqiptar, njerëz të aftë desa punën call center dhe janë të aftë me komunikuar. Po edhe shqiptarët tuaj call center. Lemër tu ka marrë në këtyre tanëve. Të gjitha tanët janë bërë pjesë e një loje shumë madhe financiare dhe kanë fituar shumë para. Dhe kanë blerë shtëpia, kanë blerë apartamente, kanë blerë gjona. Do u marrin gjithë. Sepse në momentin që do vi koha për t'i kapur, se i dinë se kush janë, po nuk i kapin. Në momentin që vi koha për t'i kapur, dhe i kapin, si këto. Sa ke bleti? Apartament ku? Do t'i marrë edhe atë që i dha, para cëllë. Po 100%, po burë që s'dalin dot se e ka me ligje europiane, për shkak se ka bërë krim ndërkombëtar. Dhe hyn ke mashtrimet e ndërkombëtare financiare. Dhe kush i merr paret? Prapë ti s'të histori, kush nuk arrestohet? Çufot që e kanë qendrën në Shqip, që merren me këtë gjë. Pra ne këtu kemi të bëjmë me një skem perfekte çufësh, se si ky vend po shpopullohet. Dhe ti kur thua, ore si u shkon mendja dhe kjo dhe kjo dhe kjo. Ore pra punë janë. Këta kanë 13 vjet që nuk pushojnë për ditë të shpikurin një mekanizëm për shpopullimin e Shqipërisë. Pse them 13 jo 36? Sepse ky program filloi të realizohet në vitin 2013 i shpopullimit dhe ripopullimit. Në tetor një 3 e 2026. Gjitha ke 13. Është ai tipi Ricardo House për çfarë tu kiste. Vazhdon e mielja e fortë me të nxjerrë presionit të mëdha. O gala të mëdha. Ti thu çupot po. Shiko, kafshët nuk ekzistojnë atje të regjistruar me vëlla në shtet. Para nuk dalim më si venta. Kjo është batos, këtë se kësha menduar. Kjo është e bukur. Pse ti kapin më atin, s'kafshë. A thu çufot. Çufot.